ishte pika e parë e renditës. Me qenë se prej dorëheqjes së tyre këta mbajtur në sistem pa ndonjë bazë kushtetuese dhe ligjore. Dhe Këshilli Gjyqësor si institucion ka qëndosur që të vendosë që moti këtë çështje dhe kjo do mos jetë sot objekt i rendit të ditës. Mirë po, pse nuk është bërë kjo, ndoshta ju e dini si mësues, për shkak se institucionet kanë kontinuitet institucional dhe ju në të përgjegjën se nuk është vendosur që 4 vite. Dhe tash pas 4 viteve tërheqin dorëheqjet që mendoj se është diçka e pazakonshme, por njëkohësisht edhe janë çdo afati të arsyeshëm. Mund të ndodhë që dorëheqja të revokohet sa është e freskët, një javë, një muaj, mirë po pas 4 viteve është totalisht pa konceptueshme qoftë edhe nga aspekti kushtetues edhe nga aspekti ligjor, për shkak se krijon destabilitet dhe cënon parimin e sigurisë juridike. A mundet dikush këtu prej juve që kërkojshin rregull në mbledhjen e kaluar të funksionalizohen Këshilli? Pse sot s'po bëj ka më funksionalizu Këshilli? Sipas jush. Mundet dikush me tregu pse sot s'po bëj ka? Po, mund. Po. Edhe çështja është që unë propozoj që fare mos jemi kjo pikë rënë ditës dhe ne fillojmë punojmë seriozisht si Këshill Gjyqësor. Në mbledhjen e kaluar ne kemi propozuar që të themelohen komisione, por me qëllim që t'i presim anëtarët e ri të Këshillit Gjyqësor që t'jenë prezent dhe t'i anunçojmë dhe atyre që t'jenë pjesë ndonjëri prej komisione, qenë se gjyqtarja afërdita e gjyqin. Nuk është këtu, po e njëjta edhe në komunikim para mbledhjes me mua, e vërtetoj se është në pranit të nënës së saj në spital dhe e ka të pamundur me marrë pjesë. Unë propozoj që ajo pikë rendit të ditës lidhur me komisionet e përhershme të hiqet me qenë se i pamundsohet tani edhe asaj që të jetë pjesë e ndonjërit prej komisione. Kjo është përgjigja për gjyqtarin ata. Sa i përket pikave të rendit të ditës, unë e mbështes në tërësi gjyqtarin bashkim, që me qenë se është interes nacional, po shkit edhe prania media këtu, lidhur me dorëheqjet e gjyqtarëve serb, unë mendoj që është dashur të jetë pika e parë. Pajtonat që ne jemi vonuar, tani e 4 vite. Nuk mundesh me marrë përgjegjës për këtë pikë e para, edhe unë, edhe ti Përgjigjen për të gojë, se nuk përgjegjës. Kam obligat pas përgjigjim. Përgjegjës, sepse ti je ka do më jap kontekst tjetër dhe më marr me mendje për këtë çështje. Mos të kesh përdorim pozicionin pranë publikut. Po je kryesues dhe erdheu se dush me ditë. Do të jam edhe të mësojmë gjithë se bashkë asnjëherë drejtësia duhet të shërbejë vetëm drejtësisë. Jam dhe do të jem deri në përfundim të mandatit tim, dhe do të jam i përkushtuar maksimalisht me këtë detyrën time në kohë përgjegjësive ligjore dhe kushtetuese, por ju duke i shfrytzuar vëmendjes ditore.